A është mëkat vëlla të punosh në shtëpi, thot Bari. Haram është vëlla, mëkat. Larg haramit. Nuk ja ka pa kush hajrin haramit. Mos sot, më vonë të del harami. Ose do i pagush ilaçe. Ose brenga, ngushtic, vështirësi. Nuk ka hajër ka harami. Se ja ka pa kush hajrin. Kështu që unë të këshilloj, lute Zotin e gjithësisë të ta mundësoj një punë halal. Larg haramit, edhe nëse është pak, po është me djersën e ballit. Ka shije, ka ndjen lumturi dhe kënaqësi që kur nuk ke për ta ndje me haram. Dhe mos haro, harami është i hidhur në këtë botë, dhe pse duket i ëmbël, duket i bukur, por mos haro botën tjetër. Njeriu ditën e gjykimit do të pyetet për pasurinë e tij, si e ka fituar dhe si e ka shpenzuar. A e ke fituar në halal? A e ke shpenzuar ashtu siç kënaqet i madhi Zot? Prandaj syno halalin, se Zoti i gjithësisë çfarë thot në Kur'an? Wa man yattaqillah, kush i friksohet Allahut, kush i ruan pra dispozitat e Zotit, Allahu bën për të rrugdalje dhe e furnizon atë ka nuk e pret. Allahu na furnizoft me halal. Amin.